tek mjetet që përdorim? Duhet të tentojmë drejt enëve metalike, po kujdes me këto enët që nuk ngjisin, sepse ajo shtresa që kanë për të mos lejuar ngjitjen, mund të vijë me materiale që vijnë plastike. Ose duhet të heqim dorë nga ushqimet e procesuara. Kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë do të thotë? Ose ushqimet e përpunuara. Pra ushqimet e gatshme, të blera të gatshme, apo gjatë gatimit, pra të preferojmë më shumë ushqimet e gatuara në mënyrë të shëndetshme në familje, duke eliminuar këtu mbas edhe zgarat, sepse ne kur pjekim ushqimin, mishin apo në zgara, ato yndyrnat e djegura formojnë substanca kancerogjene, të janë të provuara tashmë. Mikroplastika ose plastika është shumë e ndjeshme ndaj nxehtësisë. Kështu që një nga faktorët që stimulon atë zbërthimin e saj është temperatura e lartë. Kështu që çfarëdo lloj ushqimi sapo gatuar i nxehtë i futur në plastik nuk është i shëndetshëm. Vetë faqet e brendshme të enës plastike do lëshojnë ca lloje produktesh, midis tyre dhe mund ta kenë dëgjuar ftalate, bisfenole, që janë karcinogjene për shembull, janë të listuara në listat e substancave karcinogjene. Por gjëja më e zgjuar, më e mirë, do të ishte një enë e qelçt. Dakor, peshojnë pak më shumë, por lahen më mirë.